Krejt punëtorët keni me paraqitë e drejtori për Rishiken Pogall. Mirë. A jeti i vetëshëm që ke mungu këtë mujë 2 ditë? Po, por këm punu 2 shtune për me mbulu qato, dhe shefi mi ka aprovuar. Shefi? Po. Po vje keq, 2 ditë zbritë nga poga këtë mujë. Ti pas ke qenë prapi së mund këtë mujë, Kam marrë mjekësore që shë para shkaj ligji. këto në spital nuk je, së pritit për pogës. Shëndetje, drejtor. Përshëndetje. Ti këtë mujë prapë këshe mungu, për shkak të lëndimit dëgjova. Po, ne këtu jem lëndu, ju vetë keni thonë pushim. Në rregull. Po, zbritën nga poga. Mirë dita, drejtor. Mirë. A je në djeni që ke mungu disa ditë këtë mujë në punë? Po, drejtor, e di, po, te e di që unë e kom djallin e vogël të smut e këm pasë në spital. A te e di që s'ka kush kujdese tjetër për to. Problemet personale nuk janë pjesë e kontratës. Kështu që zbritën nga poga. Tjep, unë i me vazhdu punë. Gjellë, mund të shatë ti me vazhdu. E punë, që të shku punë? Po mirë, dhe nuk o keq, mirë, nuk o hecë. Sheqerë, pa punë s'ka Jam dhe lakë e punë. zotit mirë është. E mërë që kem. Stash që tu ngatë, është një shpi, që me të vërtet ja vlinë shumë i një. Shumë i kanë kushtet e rona. Shështeti që në këtu nuk i një fort, po ti kalzavur, cella ka vërtet nevoj. Gjalla, që kjo është. Që ke qëto? Që kjo shpi është to, që me të vërtet kanë shumë nevoj minimum se i kanë kushtet shumë shtira. Okej. Që kjo është. A dolme pra ja opme. Hajde, dhama. Hajde, dojë, se. Op. Bre sheqer. Nuk po del njeri, mor ka njerë. Jeta o bo shumë e shtia. Mërë që të.
Hajde se i nje pak ma shumë. Oj, zot i shtëpis! Oj, zot i shtëpis! Mirë dita, po ku sheni jo? Mirë dita. Mëre djalo. Unë ty jam katë një për mdukët. Që ki emrin ti? Emrin e kam Blen. Blen? Djalo, mund është atë ti me vazhdu. Blen, ku të punon babi ty? Punon me një fabrik, punon shumë për neve. Ai na siguron gjithë çka që na. Nuk e kisha kuptuar se sa ka sakrifikuar kë për familjen e tij. E unë nuk e kam vlerësuar mjaftueshëm. Parat, rregullat janë të rëndësishme, por njerëzit dhe jeta e tyre janë më të rëndësishme. Unë nga sot duhet të jem më i kujdesshëm dhe më i vëmendshëm ndaj sakrificave të tyre. Nga njerë, drejtësia nuk vjen me zot lartë, po me një ndryshim të eshtër. Kur njeriu fillon të ndëgjoj, atëherë fillon të kuptoj. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë, prej tij mëshirë dhe falje kërkojmë. Shëndetje dhe selamet tona e dërgojmë të dërguarit e Allahut Muhammedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Elusim Allahun e madhëruar në këtë muaj të madhërisëm të begat, që mëshira, begatia, falja e tij të jetë gjithmonë mbi ju dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Drejtësia është e përmendur me fjalët e Zotit në Kur'anin famëlart, urdhër, porosi, e drejt për drejt nga krijuesi, inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Allahu i madhëruar urdhëron në drejtësi dhe bamirësi. Drejtësia nuk është vetëm një rregull ligjor, mirë po drejtësia është një parim hyjnor të cilën e porosit i madhi Zot xhelle shanhu. Është një parim përmes të cilit neve do t'japim përgjegjësi para krijuesit ton. Secili person, pavarësisht gjendjes së tij, pozitës së tij, rolit të tij, përgjegjësisë të cilën e ka ky njeri, e në veçanti ky besimtar,
duhet të jetë i përgjegjshëm dhe duhet të jetë i drejtë. Drejtësia është emanet. Kush e shkel drejtësinë, ky njeri e ka shkel veten e tij, e ka rënduar veten e tij. Ndërsa kush e ruan drejtësinë, e ka fituar mëshirën e Zotit dhe kujdesin e Zotit të madhëruar. Ai i cili e fiton kujdesin e Allahut, ky njeri, ky besimtar ka fituar gjithçka në jetën e tij. Allahu i madhëruar nuk do të na pyes në rrugën tonë sa kemi fituar, mirë po si kemi fituar dhe rrugën e fitimit mos e kemi lënduar ose mos e kemi shkel hakun e dikujt, apo i kemi bërë të padrejt dikujt. Të nderuar vëllezër, padrejtësia natyrisht sjell shkatërrim, padrejtësia sjell vuajtje, ndërsa drejtësia gjithmonë sjell bereqet, drejtësia gjithmonë është rrugë e mirësisë. Haku i punëtorit është emanet. Kush e jep hakun e punëtorit e fiton kënaqësinë e Allahut të madhëruar, ndërsa ai i cili e merr hakun e punëtorit, ky person e ka hidhëruar krijuesin e tij. Le të jemi prej atyre të cilët jetën tonë, edhe biznesin, edhe punën tonë, e bëjmë me ndershmëri, e bëjmë me drejtësi, edhe me kujdes ndaj atyre për të cilët jemi përcaktuar të jemi përgjegjës. Drejtësia është themel i fesë, drejtësia është themel i një shoqërie. Dhe normal, njeriu dhe besimtari duhet ta bëjë punën e tij për hir të Allahut me përgjegjësi, jo me mashtrime, jo me dembelizëm, jo me gjëra të cilat e shkelin të drejtën e tij. Secili punëtor në punën e të cilën është i përcaktuar duhet të jetë i sinqert. Ta bëj punën me niyetin e sinqert, ta bëj punën për hir të Allahut, ta bëj punën e tij me përgjegjësi të plot, ta kryej punën me profesionalizëm dhe përkushtim, siç ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salam, Allahu i madhëruar dëshiron kur dikush prej jush ta kryej një punë, ta bëj punën në mënyrë të përkryer, ta bëj punën në mënyrë të mirë. Secili punëtor nuk duhet ta shpërdoroj kohën e tij, mjetet apo pasurinë e punëdhënësit. Secili punëtor ka për obligim ta respektojë orarin, të mos largohet para kohës dhe të ruajë gjërat e punëdhënësit të tij, të mos i dëmtoj qëllimshëm asetet, pasurinë e vendit të punës në të cilën punon apo institucionit të tij. Secili punëtor ka për obligim që të flas me edukat edhe ta ruaj etikën profesionale, të zbatoj udhëzimet aq sa nuk bien ndesh me fenë dhe me besimin ton, të mos i zbuloj sekretet edhe çështje tjera të cilat lidhen me institucionin apo punën e tij, dhe të mos tradhtoj. I Madhi Zot ka thënë në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun edhe të dërguarin e as amanetet e juaja. Ashtu sikurse punëdhënësi është i detyruar t'ja jap hakun punëtorit të tij, edhe punëtori është i detyruar të respektojë punëdhënësin e tij. Islami ndërton marrëdhënie të dy anshme, të besueshme, korrekte dhe me përgjegjësi. Inna Allaha ya'muru bil 'adl, fjala e Zotit të madhëruar, Allahu urdhëron në drejtësi. Ky ajet konsiderohet një ajet gjithëpërfshirës i moralit islam. Pra, drejtësia nuk është opsion, drejtësia është rregull i Zotit të madhëruar. Allah i madhëruar ka thënë në Kur'anin famëlart: "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bëhuni të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë. "Wala tabghasu an-nasa ashya'ahum." Mos u bëni pa drejtësi njerëzve në gjërat e tyre. I dërguari i Allahut, krijesa më e mirë
në sipërfaqen e tokës, Muhamedi a.s. ka thënë, frikësohuni nga padrejtësia. Nëse i bëni dikujt e padrejt, sepse padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit. Sa bukur na ka mësuar i dërguari i Allahut Muhamedi a.s. punëtorit e pja hakun ende pa ju tharë në djersa e ti. Ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi a.s. do të jetë kundërshtar e atij personi i cili e punëson një punëtor, përfiton nga puna e tij, mirë po nuk ja jep pagën ose shpërblimin të cilin e meriton. Dhe neve, si besimtar, do të kemi gjithmonë kujdes nga lutja e tij të cilët ne i kemi bërë padrejtësi, sepse ka thënë i dërguari Muhammed a.s. lutja e të shtypurit nuk ka perde në mes ti dhe në mes të Allahut të madhëruar. Shkelja e të drejtave të punëtorit nuk është thjesht një gabim administrativ, mirë po me i shkel të drejtat e punëtorit është një rrugë e gabuar e cila ka pasojë edhe ndëshkime prej Allahut të madhëruar. Gjenerata më e nderuar e sahabëve të pejgamberit alayhis salam, Omeri radiallahu anhu thoshte, po të humte një mushk edhe në Irak, do të kisha frikë se Allahu do të më pyes pse nuk e kam rregulluar rrugën që ajo të ecte mirë. Nëse një halif i muslimanëve kishte frikë të rembej për një kafsh, sa duhet të frikësohet një besimtar për të drejtat, kujdesin dhe përgjegjësinë që duhet ta ketë ndaj punëtorëve të tij. Kur Aliu radiallahu anhu ishte udhëheqës i muslimanëve, u ankua një person në gjykat kundër tij për një mburoj, gjykatësi vendosi kundër halifit, kundër Aliut radiallahu anhu, sepse nuk ishte dëshmi. Aliu e pranoi vendimin, duke treguar se drejtësia është mbi pozitën dhe drejtësia është mbi gjithçka. Ta përfundoj me atë që shoku i pejgamberit alayhis salam Abu Bakri, në momentin kur ka ardhur halifi i muslimanëve pas vdekjes së të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhis salam, ka thënë, i dobtit e ju është i fortë tek unë, derisa t'ja kthej të drejtën e tij. Ndërsa i forti është i dobët tek unë, derisa t'ja marr të drejtën e tij. Ky është standardi islam i udhëheqjes. Mbrojtja e të dobtit, jo favorizimi i të fortit dhe drejtësia në çdo vend edhe në çdo situatë. Elusim Allahun e madhëruar që ky muaj i madhërisëm i Ramazanit të jetë muaj i veprave të mira, muaj i afrimit ton tek Allahu i madhëruar, muaj i përmirësimit të zemrave tona, muaj i shërimit të shpirtit ton, muaj i ngritjes së besimit ton, muaj i ngritjes së veprave të mira. Allah i madhëruar qoftë i kënaqur me ne, ja Rabbel Alamin.